Nëse veç analizon hyrjen në Kur'an, është shumë e thjesht ky muhabet, kështu kur do me qenë praktik. E qel Kur'anin, edhe në vargun e parë në Kur'an e ki falënderimi i qoftë Allahut, Zotit gjitha bodhve. Ne kemi një Zot, një Allah, që ne e quajmë Allah, ajo është Zoti. Zot do më thonë pronari i gjitha bodhve, në jetën e parë. Do më thonë ajo është Zot, ajo është, si me thonë, udhëheci gjitha këtyne bodhve. Cili është relacioni i këtij Zotit me botët që ai ka? Ar-Rahman Ar-Rahim. Në jetën e dytë e tregon. Zoti ka 99 emra të bukur. Prej 99 emra i ka caktuar 2 emra. Mëshiruesi, mëshirbërësi. Domethënë, se të cilë Kur'anin, ai tregon që relacioni i tij primar, parsor, relacioni i tij dominant me këtë botë që ai ka kriju është mëshiruesi i gjithë mëshirshmi, mëshirploti.